astiri që më ngelet në mend. Këto njerëz erdhën, grabitën prona, i grabitën dhe i lejo ajo për politik që të grabisin prona publike deri private kujtun dhe i shfrytzuan këto prona 30 vjet dhe kur vje puna për të bërë diçka në interesin publik, siç u bën Aza, këta domethënë dhe i jep një apartament dhe kundërshtojmë e duam këtë sipërfaqe, duam këtë, domethënë në Shqipëri ka ndodhur ajo që është legalizu krimi si legalitet. Kjo është një tmerr, nuk di nga domethënë dhe kjo është një gjë që ne do ta paguajmë për kohë gjatë. Pikërisht pra. Domethënë në rast se flasim për një gabim, për një gabim që diferencën krau këtej i Astirit, ku është ndërtuar NASA, dhe krau këtej është Kandahar. Unë e kam thënë, po të isha dhe të kisha fuqi, do t'i shkatarrojsha të gjithë dhe këtyre njerëzve po t'i kërkosh ato pronat që kanë në ato qytetet e tyre nga fshatrat nga kanë ardhur të vrasin. Kurse këtu thonë jo, është prona ime, pse se ja legalizoi politika për interes politik, për t'i përdor politikisht dhe legalizoi krimin. Kjo është domethënë se prona është e drejtë natyrore dhe e drejta elementare, ku fillojnë gjithë. Jam pjesërisht dakord me këtë gjë, që kjo nuk duhet kishte ndodhur, duhet ishte bërë e kontrolluar, u bë për qëllime elektorale, për qëllime votash, në tash po u bë. Në fund fare qytetari është ai që ka më pak faj në këtë gjë, edhe pse erdhi dhe zuri një tokë apo zaptoi një gjë, ti të drejtën e tij për të jetuar më mirë nuk ja mohoje dot. Jo, më edhe kam shkuar në Amerikë për jetuar më mirë, por nuk kam zonë tokën kujt. Po sepse gjetej një shtet konsoliduar atje. Jam dakord. Tashti, ne nuk mund të zgjidhim një plagë sociale duke krijuar një plagë të re sociale. Ne kemi kosto për të paguar për ignorancën që patëm në ato vite. Do duhet ta paguajmë dhe sa më shpejt ta paguajmë dhe sa më shumë bashkëpunues të jemi për zgjidhjen e këtyre plagëve sociale, dhe këtu bie dakord me ju që thatë që tashti duhet të tolerojmë një çik për hir të zhvillimit, për hir të përmirësimit të jetës edhe të kësaj familje, edhe të lagjes, edhe të zonës, po edhe të gjithë qytetit. Edhe të gjithë qytetit. Pavarësisht se mund të humbësh disa metra, pavarësisht se mund të humbësh disa gjëra. Por politika e majtë që neve kemi zhvilluar në këto vite s'ka lënë askënd jashtë. Pra pavarësisht faktit se si e more tokën, se si e bëre, ti erdhe ndërtove sipër saj, investove sa kapitale, bëre sa gjëra, ne nuk kemi lënë askënd jashtë pa kompensuar, pa bërë një. Kjo ishte një plagë sociale e cilën duhet ta përballojmë gjithë bashkë, nga të ardhurat tona si shoqëri, do ta zgjidhim këtë çështje. Po ajo që po thoshim lidhur me mobilitetin, pra me lëvizjen e mjeteve, ne kemi dy mundësira, ose do të hyjmë në tokë dhe të bëjmë metrot, ose do duhet të ngrihemi në nivel 2. Pra të bëjmë rrugë si për rrugëve. Gjë që nuk është e mundur këtu këne. Janë të gjitha me kosto të mëdha, dhe vetëm do të shikosh cila është më rentabël, cila është më e mundshme për ta bërë. Dhe të gjitha këto zgjidhje ne nuk i bëjmë dot, po nuk jemi antar të Bashkimit Evropian, se Shqipëria nuk i prodhon dot këto kapitale brenda buxhetit të vet që të mund të zgjidhë këtë problem kaq të rëndësishëm. Prandaj edhe një herë tjetër mbështetja për Partinë Socialiste, mbështetja për numrin 5, mbështetja për Edi Ramën, që të mbyllim ciklin në 2027-ën, të bëhemi teknikisht antar të Bashkimit Evropian, të mund të kemi të drejtën e futjes së dorës në fondet e Bashkimit Evropian që të investojmë në Shqipëri për zgjidhjen e këtyre problematikave, sikurse kanë bërë vende të tjera rreth rrotull, ne i dim ku ishin dhe ku mbritën mbasi u bën antar të Bashkimit Evropian, shikon që ju kanë lulëzuar të tëra infrastrukturat